Asfaltimi i rrugës Ura e Qerenecit Ostren dhe Ura e Qerenecit Viçisht nuk e ka zgjidhur as pak problemin e banorëve të lagjes Golovisht të Gjoricës në Bulqiz. Në të dy anët që mund të shkosh në këtë lagje, rrugët janë thuajse të pakalueshme. Megjithse distanca nuk është shumë e largët as nga rruga Ura e Qerenecit Ostren e as nga tjetra që vjen nga Viçishti, gjendja e rrugës është skandaloze, sidomos kur ka re sheshirash, ajo bëhet gati e pakalueshme. Antarët e kryesisë së fshatit, Besnik Lika e Luan Cami, thonë se prej më shumë vitesh nuk vije dorë në rrugën e tyre. Ata shtojnë se ujin e pishëm e kanë siguruar vetë pasi mbështeten nga institucionet shtetërore, por problemi mbetet rruga. E vetmja kërkesë e këtyre banorëve është rehabilitimi i rrugës që ajo të jetë e qëndrueshme dhe e kalueshme në çdo stin të vitit, të paktën me zhavor, pasi kjo gjendje po bën që banorët ta braktisin vendlindjen e tyre. Problem tjetër është edhe dërgimi i fëmijëve në shkollë pasi nuk kanë transport të siguruar nga bashkia për t'i dërguar në fshatin Viçisht. Fshati probleme ka një rrapasa të rrugë. Në rrugën projektohet dhe ishe kë asfalti, se u bo dhe asfalti e bo mire, jo. Uj vadis kemi, uj pishëm kemi, që je. Se të shek, që ka met në, që kemi met në 20 familje kemi met. Në këtoj vetëm mosha jënë, vjetër. Që e, përna pa dhe mundësi që atë rrugë, më në rregullu, dhe bën me. 33. Mësër me në bëjtësi. Plesh, vjetër, ku që? Që ku në shef në dive. S'kemi, vetëm problem që këtë rrugë, kemi në problem, ja. Fëmijët i kemi pak tërës. Se kemi 4 fëmijë këto shkën, për këto shkën Viçisht, i që vetë deri në bru, i përselli, shkemi bërë prapë, ka ora 1. Komisioni nuk kemi mundësi, se me në arë për shumë mision Gjëris, pas kemi mundësi. S'ka fokore za. Problemet e lagjes këto janë ma shumë ujtë vadicë, puna kryesore. Ashtë në rruga, që janë komplet me gropa. S'është bundur, në e pru njerë fatroman, ajo është shkatru, prapë, ka shku në atë gjenje që kje. Pa vija kulluse, pa prej në i dushke, në i gjanë që pushet në i grëpë pak. Kanali kryesor që mojë në në fshatër tjerë, nuk është vetëm puna se pas për ne këtu, si lagje në mos shkoj ujtë kë lagje tjera. Ujtë e pishme këmi morë vetë me lekë tona. S'ka inveshtu shteti. I kemi bjetë tubat vetë, kemi hap kanalin vetë, e kemi nda, për rruga e pakalush, ma e dhe qesim në krah. Në krah i kemi qitë gjithë jetën, një ditë në kush os mu, i kemi morë në krah, i kemi shu në spital. Në i forestrat, dhëtë me kërku, kush ka forestrat, hajtë të mshirë spital. Gjatë dimnit pak ma vështirë, hajtë vinë ka njerë na hapin rrugën, ka njerë na lënë mas dëre këtë, hajtë se s'ka shumë banora që, po ka plesh tjetër, nuk bëhet lafi për ne të rritë, hajtë se dhe e kapim kra dhe e shëmë, është plake vjetëra e nuk lunë për i veni. Rruga dënë pak, ma shumë të na vend dërë të shemë periudhën e dimnit, se verës mu hajtë e hikin makinat. Banorët shpresojnë që apeli i tyre të dëgjohet nga Bashkia Bulqiz dhe të rehabilitojë rrugën e tyre.